që u mblodhi këtyre monopatëve që nuk ishin titull pronësie, ku shkoj? Janë të Po gjithë. pse e pyet atë më pyet mua për këtë se i kam bllokuar unë Ornela. Po nuk ka kush shkoj, ja ta them unë. Janë akomoduar pranë ambienteve të Komisariatit Policisë Rrugore Tiranë, të gjitha këto mjete janë evidentuara me numër serial se kujt i përkasin. Janë lagur në shi? Nuk janë lagur fare, mos keni merak për atë se i kemi shiqur, kemi krijuar kushtet. Por mos u merakosin për atë, do të vi dita, mbas 30 ditësh do t'i rikthehen gjithë zotruzve ligjor të atyre. Jo, nuk do të jenë në rrugë. Jo, pra nuk do të jenë në rrugë, mos i ngatrojmë gjërat. Po atëre ju keni grumbulluar ata protestuesit që do pa e ditur. Kemi ndaluar të gjithë ata që kemi konstatuar dhe vazhdojmë të ndalojmë edhe tani para 20 minutash kemi rast të konstatimi sërish të pacinave që qarkullojnë në rrugë dhe kemi bllokuar natën tani. Me arsye timi. Tani Gerard, kam një pyetje shumë interesante. Ju lutem, si gjumon polici këto monopatët? Me vrap? Jo, nuk vrapon policia, nuk arrin dot, se kanë shpejtësinë arrin 120 km/h. Nuk kemi policë që të arrin 120 km/h. Fatkeqësisht nuk e kemi. Do donim t'i kishim, por nuk e kemi. Pra, me mjetet, me motomjetet, sepse ndalojnë. Këtë po të them tani, këtu po ja përgjigjet asaj që thoshin që jo kanë arsyeja që po ndalohen që përcaktohet dhe në proces. Siguria rrugore. Jo, nuk e keni këtë. Siguria rrugore, rrezik, po e kete pikë parë. Jo, shumica e policët kanë shënuar proces atë që nuk justifikon pronësinë. Pra atë do të më thuash. Po, është dhe ajo një ndër pikat, pra ajo është pikën kur ti të rreheqi. Të lutem, e pikën e parë ke lexuar. Lexoj pikën e parë dhe thot ndaloni për arsye se jeni konstatuar duke shkelur rregullat.